Ditën e sotme familja Eli e ka kaluar në shoqërinë e njëri tjetrit, ata patën një moment pauze ku gjatë së cilës Luizi është e kënaqur me Kiarën dhe Lunën duke luajtur të dy me të voglën e tyre. Lunushi është e kënaqur shumë, ndërkohë stafi i produksionit merrej me pjesën e projektit. Bjordi skenografi po shkruante një pjesë skenari dhe po ndante sekuencat e filmit njëkohësisht. Producentat po punonin me kolorat e filmit dhe me përpunimin e vokalit, edhe skenografia që disponon produksionin. Claudia po merrej me pjesët e filmit, pra çdo person kishte një detyrë. Dita e sotme ishte e qetë pa strese, sepse e dieshmja ishte një sfidë e vërtet për stafin e produksionit dhe Luizin në atë terën të vështirë. Gjithsesi ditën e sotme nuk e mori me Luizin me Kiarën, por e mori e vogla Luna. Atë e përgëzuan gjithë stafi i produksionit. Ajo ndjej e lumtur që ditën e sotme i kishte pranë të dy prindrit, pasi ditën e parë për shkak të rreshjeve dhe të ftohtit Kiara dhe Lunushi kanë ndenjur në shtëpi, por Kiara kur duhej për xhirimet e filmit, ajo menjëherë ishte prezente. I urojmë vogëlushës jetë të gjatë e të lumtur pranë prindërve, të gëzoj gjithnjë me ta, edhe ciftit i urojmë suksese në këtë super projekt. Gjithashtu Luizi pritet të bëj edhe disa regjistrime vokali të cilat i ka bërë gati për projektet e radhës. Gjithashtu ai po finalizon dhe një këngë të filmit të cilën do ta bashkangjisë me filmin, varet në bazë të përshtatshmërisë. Mbasi familja Eli ka xhiruar pjesët e filmit për ditën e sotme që ishte dita e 6, ata kanë dalë me njëri tjetrin për të konsumuar një drekë të këndshme, ku Lunushi ta shijonte këtë ditë me diell, pasi kishte që nuk luante dot në natyrë, por sot ajo luajti dhe të lojrat edhe vrapojnë, ndërsa çifti shijoi natyrën njëkohësisht humoren dhe me të voglën e tyre, e cila nuk le vend pa shkuar një bebe sa e mirë dhe trazovace, mashallah. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.